studio na shqetësoj, natyrisht. Bëhet fjalë në një Ja. Është kapur pra nga policia, është një provojnë atje ta ndalojnë të gjithë, rrethohet vetura, pra një tentim për sulm në sheshin e Tiranës. Jemi drejt për drejt, pra nga sheshi Skënderbej neutralizohet një person që ka hyrë me një veturë Citroen dhe ka tentuar që të godas qytetarët në sheshin Skënderbej, pra një ndodhi e jashtëzakonshme këtu në sheshin Skënderbej, por që fatmirësisht ndërhyrja e shpejt e policisë dhe qytetarëve që ishin aty bën që personi në fjalë të neutralizohet, pra po shohim është rrethuar nga persona të shumt. Janë këto pamje të drejt për drejta nga kamera e ATV-s në Tiranë, pra vetura futet në sheshin Skënderbej në ditën e zgjedhjeve, një moment që padyshim se mund të tensionoj situatën. Zoti Zeka, si e shihni këtë ndodhi që ndodhi në transmetim? Ky është padyshim akt terrorist, sepse ky rrezikoi jetën e shumë fëmijëve. Bëni thirrje Ministrisë së Brendshme me mos të qëndrojë. Janë do thotë është padyshim sulm terrorist, sepse ai rrezikoi jetën e shumë fëmijëve, të cilët ishin me bicikleta dhe është tmerr. Trini, ju lutem,